Pas shumë vite sheshtjeje, Melek më në fund përballet me Alilin, baban e saj që sapo është liruar nga burgu. Zemra e saj është e mbushur me zemëri me dhimbje, ajo nuk e përmban me veten dhe shpërthen. Ku ishe ti gjithë këto vite, pse nuk u kujtove asnjëherë për ne, çfarë të keqe të bëri nëna ime Sumru që lëndove kaq shumë. Halil përpiqet të flasë me një ton të butë, duke u munduar të justifikohet. Ai thotë se gjithçka që bëri e bëri për t'i mbrojtur ata, se jeta e burgut ja mori mundësinë të jetë pranë tyre. Por Melek nuk bindet, ajo ndërpret me lot në sy dhe me zërin që i dritet. Pse tani, pse pas gjithë këtyre viteve, pse u kujtove për ne vetëm pasi dole nga burgu, kur kishim më shumë nevojë për ty, ti nuk kishe askund. Ndërkohë që Melek dhe Nuk përballen me kthimin e babait të tyre, Sumru jeton në një botë tjetër, një botë që ajo përpiqet të rindërtojë me kujdes. Ajo është e lodhur nga dhimbja e së kaluarës dhe dëshiron vetëm një jetë të qetë me Tasinin, një njeri që i jep asaj paqe dhe siguri, pas kaq shumë vite zhvuajtje. Sumru ndërron për një familje të re, për ditë të qeta dhe të ngrohta, pa kujtime të errta, por ajo nuk e di që Alili, burri që dikur e plagosi shpirtërisht, është kthyer nga burgu. Melek e shqetësuar për kthimin e Alilit, telefonon Nuhun dhe i njofton atë se ka takuar babain e tyre. Nuk shokohet nga lajmi që dëgjon. Bejamin tashmë i penduar për tradhëtinë e tij ndas Xhananit, i thot Turkanit se bën një gabim të madh. Turkani mbështet këtë mendim. Për një moment telefonon Xhanan dhe Bejamin i nervozuar nuk di si t'i jap një përgjigje se ku ndodhet. Në recepcionin e hotelit, tashmë kanë filluar thashë themet. Aty flitet për tradhëtinë që Bejamin po i bën Xhananit, duke njohur këtë të fundit, ato janë të bindura se Xhanan do të akmerret ndaj Turkanit dhe Bejaminit. Pas shumë telefonatash të humbura, Bejamin më në fund përgjigjet, duke u justifikuar tek Xhanan se ishte tepër i zënë me punë. Halil takohet me Hikmetin dhe i shpreh asaj mllafin ndaj Sumrus, ndërsa fëmijët e tij janë pranë saj dhe jo pranë tij. Ai rrëfen Hikmetit se Melek nuk e priti as pak ngrohtë. E tronditur nga takimi me tatin, Melek takohet me Nuhun për t'i treguar çfarë ka ndodhur. Ajo është e shqetësuar dhe e pasigurt, ndërsa rrëfen se Alil erdhi në klinik dhe i tha se sa shumë i kishte munguar. Për më tepër, ai ka mohuar çdo abuzim ndaj Sumrus. Nuh e dëgjon me vëmendje, por fytyra e tij tregon mosbesim të plotë. Ai është i bindur se Alil po gënjen dhe se qëllimet e tij nuk janë aq të pastra sa përpiqet t'i paraqesë. Hikmeti thot Alilit se si u dashurua me një grua si Sumru. Ajo i rrëfen pak a shumë se çfarë ka ndodhur me Sumrun gjatë këtyre viteve. Ajo i tregon se Sumru refuzonte Nuhun dhe Melekun si fëmijët e saj dhe se Samete të bojë atë nga shtëpia. Por vëllai i saj naiv, Tasin, u dashurua me të. Melek i thot Nuhut se duhet ta fshejnë faktin se babai i tyre është kthyer. Nuh thot se ai është kthyer në Kapadokja dhe mund të hasen bashkë nga momenti në moment me Sumrun. Melek e bindur se vetëm Xhehan duhet të jetë në dieni të kthimit të Alilit. Gjatë bisedës së tyre të qetë, Hikmet e pyet Alilin për marrëdhënien që ka pasur me fëmijët kur ishin të vegjël. Alil rrëfen me trishtim se Melek e kishte vizituar vetëm disa herë në burg, ndërsa Nuhu kishte qenë gjithmonë pranë tij, madje duke ndihmuar me shpenzimet dhe kursimet e veta për të. Pasi e dëgjon Hikmeti kujton se për të rikthyer vendin e tij në familje, duhet të fitoj besimin e njërit prej fëmijëve.